Një përshëndetje speciale për krejt qytetarët e Mitrovicës që përkundër terrorit psikologjik, përkundër fushatës në ditën e zgjedhjeve që e ka bërë Albin Kurti që nuk është pa ndonjëherë. Përkundër një epoke të re në Kosovë, ku kryeministri me veturën e paguar për taksave tona, me naftën që e merr ajo veturë për taksave tona, me policinë që e rrethojnë ata paguhen për taksave tona, ka dalë ka bo fushat zgjedhore. Na krejt kemi pas ide se që është bëhet presionit të votuesit në për kanalet të mshefta, edhe që ashtu e kemi dënu. Sot e kemi pa live të ditën që shqohet kryeministri i Kosovës me resurset të shtetit të marrën për taksave edhe shkon lokal e terrorizon njerëz. Kështu që bravo krejt votuesve të Arjan Tahirit që përkundër këtij terrorit të jashtëzakonshëm, të papam. Kjo është hera e parë në Kosovë që shihet diçka e tillë. Të papam. Prap kanë ndëru edhe kanë guxu edhe kanë votu. Duhet më rikthy pak në kohë. Edhe kundërshtarët më të egër të Faton Pecit, kur ka dalë me kandidaturë për kryetar komune, në raport me Arjan Tahirin, kanë thonë që me gjas po e fitoj, ka edhe bitshëm. Çashtu ka qenë ideja. Favorit. Edhe çka ndodhi? U desht Albin Kurti ditën e zgjedhjeve, mu cilë sikur ma ngup me gjipa, me terrorizu njerëz, me shantazhu njerëz, me ble vota. Qësh me ble vota, bre? Qësh me pare, se qësh? Kush, ku a e dokumentuar? Qashtu, po, lëpi që to, lëpi se kanë me të ardhë. Jo, po të pës. Lëpi se kanë me të ardhë. Lirim. E blen, Lirim. e Po blen. blen vota, unë dona me ditë qësh po e mendoj. Po, kur të bona prokuror, shka me botash? Lirim, veç nuk mundesh me thonë pra fjallën. Pse Nëse ki fjallën qonë prokuri, e këtu ma vjen të bazume. O, shfa gabimit rashanik. Po, lema Unë e kom menu që gazetarët veç raportojnë, nuk kom di që e ka në rolin e hetimit. Jo, aktiv. ama mirë, ti mundesh me raportu. Që ta spjegoj? Raporton mbi fakte. Po, mbi fakte po të raportojnë. Ama një fakt. Kallëzom ti mu, qka bëj ke eskorta e kryeministrit ditën e zgjedhjeve? Hajde në nderum se me ligjit e Kosovës është ndaluar me bo fushat ditën e zgjedhjeve. Hajde. A është heshtje zgjedhore ditën e zgjedhjeve në Kosovë? A ditën e zgjedhjeve, po. Qysh është e mundun që kryeministri i Kosovës me taksat tona shpenzon karburant, merr polic me veti, me shkon Mitrovic ditën e zgjedhjeve? Pse? A nuk është dita e zgjedhjeve lënia e lirë e vullnetit të popullit ta? Pse nuk u lanë të lirë? Çaj kanë bërë qytetarët e Mitrovic Albin Kurtit, që më shku me i terrorizu sot? Kur ka ndodhur historinë e pastusë në Kosovë, mu detyru njeri me mbyll lokalin? Se ka pas me shku aty Albin Kurti? Kur ka ndodhur? Dhe na kur kemi dëgju për raste që po shkojnë politikanë caktuar, po influencojnë vota, pa i pa, po me gëjdhëna, i kemi dënu. Kallëzam një kur e keni pa kryeministrin e Kosovës të najt me një komunë dhe në 4 mëngjes, e të shku mas nëjë mëngjesin tjetër, e të shku mas dite prap. Fushat. A nuk jo dita e zgjedhjeve lënia e lirë e vullnetit popullit ta? Cili qytetar Mitrovic sot do koj lirë për Albin Kurtit me votu? Cili? Pra një kandidat që e quna atje për fitorit sigurt kundër një anonimusi, u desht me shpenzu krejt resurset e partisë për me mujt një njeri vetun. Pra vetun. Pra ajo është fitore e vjedhme, është fitore e bleme, është fitore e turpit, e cila, se rezultate e qëta është në plan dytë, e cila Arjan Tahirin e ka ngrit në një politikan nacional. E Faton Pecin e ka rikonfirmu si një person me fuqit huazume. Faton Peci dezertoj, refuzoj me bo luftën i vetëm. Ju desht Albin Kurti, ju desht në kretë ministra tjerë, ju desht një administratë shtetërore, me shku me ju stacionuën në komunë, që potencialisht me mujtë me fitu edhe të ble vota. Edhe të ble vota. Për ndryshe, se nashta publiku nuk e din, ka hetim aktiv për raundin e parë. U bo, që ditërisht nuk bo një sondazh veç për Mitrovic. Sepse u bo e din që herën e parë nuk ka pas gabim. Herën e parë ka pas sakt. Po i terrorizun vlla, veç tenka që nuk i quna që, edhe sot e pam live, sot e pam qësh doket. Mu keq përdor shteti, resurset shtetërore, për me i fitu dikush ati atje, kundër një personi që është politikan i ri, së kona si etablum politikisht të amën.